Jemi në Krushe, fillim të majit prangujt që për të shi veç jenë bo, prodhimi hershëm. Po ca kujtë ku janë mjallë to? Po të mjallë diku për 27 mars. Veç ki nuk do një hera? Ki vjela? Që 4 herë 5. Po, a? Ma e shpet, vetëm të... Të domatat. Po, A, qysh po shkojnë treg? Shmimja? Mirë, po ne kemi kontrata dhe me agrocelinën. Me agrocelinën? Ati e kena, si vetë kena me dellua dhe me turshi. Me turshi? Po, a kena bo... Prapën këtë klasifikon. A, po mi nuk ta bëj do territor për dark. Po. Me kos. Po. Qërë safety vi bëj une. Më thonë, pranvera 2025. Qëfar lojën to kujto? Fen Kasius. Kasius. Gjitha krejtëserën e ki që si loja? Jo, një pjesë është kybërija, po është me... Ma shumë jenë kybërije, ku jenë me të agrocelinë, Një pjesë e në pak ma rritën ma të gjatë, po. Ma të gjatë, po. Po dhe për trejt, për fillim. Me marrë në e forë. O, inshallah si u bëzotin moni vesh. Ja e duhet me dhonë po. Misafirën Krushoni, kur se kalë shumë e dur thotë. Kjo dihet. Shqipni klima ma nëzet atje veç pesho një farë ndryqimi i poston. Po Shqipni është një mira që rasotët bohën na... Nuk ka ndryshime temperaturës. Edhe klima ma nëzet. Rritën me një klim konstant, ali. Nuk lunë herë 8 gradë, herë 25, se këtu të ne në Kosovë. Këtu prej 30-ve, ku të zbrejt në 2. Po, e që ja pa për shkakton të lashe, e ta që shërpon me sukoa, është ma nëzit, është ma letë. E domatët a do mi mbill? Jo, a? Pse këta përballojnë ftoftin ma shumë, a? Jo, të këta është temperatura, nuk konë pak ma, se natën bëgurë të është një farë në dzejti, natë se përballojnë të. Ma mirë është na flatë se sa me në qirë. Të ka nevoj ma shumë për aero. Po. Edhe të ka nevoj për aero se po është të frynë që të 4 ditë. Sistemin pik, po. Mas të shkon sistemin pik, s'kishe mujtë një da. E kjo është loj tjetër, dhe me thonë, ma i gjatë që bëtë. Idea që me të reja sistemin e shiut, apo pipave, dhe zbjeshve të pashtrikut. Bjesht e sharit e me borë. Dhe shikoni këto bukurin nga pushat e Krushës. Se modë, bre! Këto milën tash në vjeshtë. Qësë qësojnë veç. Gati janë. Jem përëndim djellit në Krushet Madhe, jo përshëndesim.